Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndërrohet vëllezër, vazhdojmë me ligjëratën e dytë mbi sirën ose jetë shkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që mësimi dhe studimi i kësaj sire është ushqim dhe është kënaqësi dhe lumturi për shpirtin dhe për zemrën e besimtarit. Njëherët është edhe, domethënë, rrugë ose adhurim që ti me të duke studiuar jetën e këtij burri të madh, të dhe adhuron Allahun azza wa jalla, dhe afrohesh te Allahu subhanahu wa taala më shumë sepse i të studiu jetën e njeriu që Allahu azza wa jalla ka dashur më shumë. Alayhi salatu wassalam. Andaj ne pam edhe ligjëratën e parë, domethënë që të parët tonë janë preokupuar dhe janë marrë shumë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo veç vet, por do ka mësuar edhe të tjerë. Apo njëra prej fjalëve të këtyre ka qenë është një fjalë e Ismail ibn Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, domethënë është nipi i Sa'd ibn Abi Waqqasit, tregon se baba i tij i ka thonë, domethënë djali i Sa'd ibn Abi Waqqasit, kana abi yuallimuna magazi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina. Domethënë baba jam, pra djali i Sa'd ibn Abi Waqqasit thotë na mësojke për fragmente ose luftrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na i numëroj ato. Dhe pastaj thoshte hadhi ma atharu abaikum fala tudayyi'u dhikraha. Thotë këto janë gjurmë të parëve tonë, andaj mos i humni ato, po përsëritni dhe përkujtoni shpesh. E përmendëm edhe fjalën e Ali ibn al-Husajnit rahimahullah, nëse ju kujtohet, i cili tha kunna nu'allamu magazi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratan min al-Quran. Na kanë mësuar fragmente nga sira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se na kanë mësuar surat e Kuranit. Dhe Zuhri ka thonë rahimahullah fi ilmi al-magazi ilmu al-akhirati wad-dunya. Ka thonë me mësu luftrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sirën e tij, fragmentet nga jeta e tij, është në të dija e dunjas dhe ahiretit. Është në të dija e dunjas dhe ahiretit. Por si jo vëllezër se historia ka kalu shumë njerëz, ka pas shumë njerëz dhe ka shënuar edhe historinë e shumë njerëzve të mëdhenj, mbretërve, perandorëve të ndryshëm apo poetët ose filozofët. Ama asnjëri s'shkruajt, nuk i është shkruajt sirja edhe jetë shkrimi sikur se i është shkruajt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka pas asnjëri prej tyre jetë që ka qenë e dobishme dhe frytshme sikurse e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ata kanë ardhur dhe kanë shkuar bile përkundrazi ka pas mundësi mu bë dikush prej tyre objekt edhe talli apo. Nemrudi ardh, jetoi dhe i tha Ibrahimit alayhis salam se ana uhi wa umitu në ngjallë edhe vdes sikurse ai Zoti jot. Ta'ala Allahu an qawlihi, amton mi po erdh edhe shkoi ku? Çka bani? Çka përfituan për jetës tij? Kur gjao, vetë është bë objektallje. Firauni çka tha ana rabbukumul ala, unë jam Zoti juve më i madh. Ose ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Nuk di doni Zot tjetër përveç meje. A tha çu Firauni? Erdhë dhe shkoi. Çka u bë me jetën e tij? A përfitoi dikush për jetës tij? Përkundrazi, domethënë ka pas mundësi gjatë jetës tij e ka obliguar se ja ka imponuar dikujt me u bind. Mi po më pas, domethënë vetëm se është shoh. Ndërsa njëta s'ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata besimtarët duhet të marrë me jetën e tij, duhet të studiojë jetën e tij, domethënë, dhe në vazhdim inshallah do të përmendim disa dobi dhe mësime që i marrim nga mësimi i sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të qëllim që të na shtohet ambicia, domethënë dhe të jetë si një shtytje për me bërë sabër dhe durim në këto ligjërata dhe në këto mësimin e kësaj sire. E para vëllezër është që ai i cili studion dhe mëson sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka më gjetë në sirën e tij një aplikim praktik të dispozitave të Kuranit dhe Sunetit. Do të thonë dini Allahut është Kurani dhe Sunet. Kurani është zbrit është fjalë e Allahut, që është zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është fjalë që ka thonë vepër që ka bërë pejgamberi alaihi salatu wasallam me udhën e Allahut. Që këto Kur'an dhe Sunet kush është ai i cili ka praktikuar ato në mënyrën më të mirë dhe më të përsosur? Është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ti kur nalesh dhe studion sirën e tij, ke më pas pa të qartë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi Allahut është mishru Kur'ani në jetën e tij dhe në sjelljen e tij dhe moralin e tij. Andaj rastësisht edhe Aisha radhiyallahu anha, dhe këtë fjalë përmendëm në ligjëratën e kaluar, Aisha radhiyallahu anha çka tha? Kur është pyet se çka ka qenë morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ka qenë Kur'ani. Moral të cilën Allahu azza wa jalla ka lavdruar, po. Wa innaka la ala khuluqin adhim, dhe ti je në një moral të përsosur. Çka morali i përsosur, domethënë nëse ti do me kuptu Kur'anin më së miri, ti këshira çka që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Po s'mundesh ti me ditë përveç se nëpërmjet sirrës së tij alayhi salatu wassalam. Andaj në momentin që e studion sirrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi pas më të qartë pasaj edhe Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj në shembull praktik nga Kur'ani, Allahu azza wa jalla na urdhnon që të jemi të drejtë, apo ja ju ledhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju të cilët keni besuar Allahut, keni frikë Allahut dhe jeni prej atyre të cilët janë të drejtë. Jeni prej atyre që janë të drejtë, ki nevojë si besimtar me pa që një shembull me pas që shmekon i drejtë. Shembullin më i mirë ku te pejgamberi alayhis salatu wasallam, i cili prej se ka lind deri në vdekjen e tij nuk kanë pas mundësi me agjet asnjë një gënjeshër. Por me pas më të qartë këta, është rasti kujt Heraklit me Abu Sufjanin, apo pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë letra të ndryshme nëpërmjet njerëzit ose perandorët të asaj kohe për mi thirr ato në Islam. E njëna për letra ka dërguar kujt Heraklit, i cili ka qenë prej Kajseri ose Cezari i perandorisë bizantinase, e cila ka qenë prej fuqive më të mëdha në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ja ka dërguar letrën dhe ka lexuar, ka dashur mu njoftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, andaj ka kërkuar kush është prej atyre të cilët e njeh më së miri në atë kohë, Abu Sufjani me bashkë me disa prej kurajshitëve kanë shkuar për tregtin shah. Andaj ka thirr ato. Tregimi është i gjatë, inshallah kur të arrijmë te ky tregim do ta marrim më gjëra gjata, mirë po do të ndalem te ajo që na intereson neve për me lidh me çket ajetën dhe me çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka praktikuar, se çysh nuk është ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë disa gënjeshtër. Abu Sufjanin apo Sakhr ibn Harbin që ka pas emrin, Herakli thot ti ke mënet përpara, ti përkthyesit thot ne ke përpara ndërsa ato shoqëruesit e tij në Tilmas. Unë kam me vet ata disa pyetje. Nëse ai thot vërtetën ju heshni. Nëse nuk e thot vërtetën bani isharet. Domethënë ka pas vështirë shash. Domethënë ka pas vështirë Abu Sufjani me arrend sepse sa kanë domethënë kanë të turpshme. Po shtoja kësaj se ka mujt dikush me tyre me fol. Andaj çdo gjë që cilën domethënë ka mujt me e thon si përgjigje, domethënë e ka thon, e ka shfryzuar. Njëna prej pyetjeve që ka bëu Herakli ka thon: "Fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal?" Do ta keni akuzuar ndonjëherë me gënjeshtër pejgamberin sallallahu alajhi wasallam para se me thon çka ka thon. Do të para se me pretendu, po ose para se me thon se është pejgamber. A e keni akuzuar më herët se ka rënd ose ka qenë gënjeshtar? Abu Sufjani thotë jo. Nëse një herë Abu Sufjani ka ditë se ka rënd pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kish përmend çka. Mos se ka përmend, s'ka mujt me gjet asnjë, se pas saj ti kish thon po, u kish dashur me thon ku dhe kishin përgënjeshtruar ato që kanë qenë mas. E çka ka thon pastaj, domethënë tregimi është i gjatë, është përmend Buhari, inshallah thash të përmendim, ka thonë wasaltuka mastira, ka fundi thot Herakli, thot kam pyet se hal kuntum tattahimunahu bil kadhib, a keni akuzuar me gënjeshtër? Më tha jo. Thot kështu janë ata të cilët kur nuk ka marr guximin ai i ka ardhur marrë me gënjy për njerëzit, që nuk ka mundësi me marr guximin me gënjy për Allahun. Kush po thot Herakli? Kush po thot Herakli? Dhe pastaj çka thot? Wa hadi sifatun nabi. Do të këto cilësitë që i ka përmend këtë tregim të gjatë, thotë janë virtytet e një pejgamberi. Thotë e kam ditë që ka më dal, ama nuk më ka marrë mendja se ka më dal mesin e juve. Bile në transmetim ka ardhur se nisë isha ka para ti të kisha lë kont atij alayhi salatu wasallam. Andaj kur po turnon Allah azza wa jalla me konti i drejt këshire pejgamberin alayhi salatu wasallam që në jetën e tij asnjëherë nuk kanë mujt me gjet qoftë edhe një gënjeshtër. Andaj jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vëllazër është e mbushur me mësime, dobi, domethënë urësi të ndryshme. Andaj besimtari duhet mu marrë me këtë ditë që mi marrë dhe mi nxjerr këto dobi që pastaj me adhuru Allahun azza wa jalla ashtu siç don Allahu, sepse s'ka pas njerëz që e ka adhuru Allahun më së miri duke praktikuar Kur'anin dhe Sunetin bashkë ka dash Allahu azza wa jalla më të mirë se pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe jeta e tij. Dhe dyta Allahu prej mësimeve e që lidhe pak me të parën, është diçka që kena përmendur në ligjëratën e parë, ose ne jemi turnuar si ummet me ndjek me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shembulltyrën më të mirë, se s'ka shembulltyrë më të mirë. Njerëzit o vëllezër lipin gjatë jetës tyre lipin një model ta kenë jetën e vet. Që mu mundu si ai mu bë. Nëse ti si musliman e ki shembulltyrën, bile i urdhnu me marr çat si shembulltyrë, si model, si mosur pejgamberin alayhi salatu wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Allah azza wa jalla thot në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam keni modelin shembulltyrën më të mirë. Ama për kan liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Për sa që përmend që beson Allahun, beson ditën e gjykimit dhe përmend Allahun shumë. Do thonë Allah po përmend këtë ajet se janë tre kushte që ti dush me plotësu si musliman që këtë ta kesh si shembulltir si model.
Nëse si plotson këto s'munësh kurrë me pas këtë si mëndaj. Do thonë, nëse ti nuk e beson Allah, nuk e beson ditën e gjykimit, nuk je pe atyre që përmend Allahun, s'munësh me pas model pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nëse ti je urdhëruar me pas me ndjek gjurmët e këtij pejgamberit alayhi salatu wasallam, ç'ke më ndjek ti nëse s'e di jetën e tij, e shkrimin e tij, sirrën e tij. Andaj ti e nal për më mësu, nalesh lexon me mësu, dëgjon ligjërata për çka veç me njoft këtë burr të madh alayhi salatu wasallam që çen ke urdhëruar me i përcjell dhe me ndjek gjurmët e tij. O vëllazër, me ndjekje pejgamberin alayhi salatu wasallam e përmendëm se është shpëtimi në dunjë në ahiret. Po Allahu azza wa jalla ka thonë: "Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah." Po nuk kemi dërgu asnjë rasul të dërguar. Vetë kemi dërgu që e mu ndjek, mu bind atij bi idhnillah, me lejen e Allahut. Do të thonë, është e pamundur Allah me ta pruti një pejgamber, një rasul, edhe ti pastaj mos me ndjek ata edhe pastaj me shpëtu. S'ka shans. Apo? Amo. Këtë jetë Allah azza wa jalla ka pruni rasul që ti ke mundsinë dhe hapësirën për me si dush besoj, si dush mos e besoj. E di përfundimin që është. Mi po ke mundsi mos më u bind atij. Mi po nëse si bindesh këtij, ka me ta dërgu Allah një rasul tjetër që ka emrin Melekul Maut, që ti s'ki çare këtij pa ju bind. Ama mos e më bëhet vonë. Edhe pastaj çaj që si është bind pejgamberit të parë, rasulit të parë, kur të vere ke rasulit tjetër, që është me latë që e vdekjes, ka me thonë pas e rabbi rgjiun, la'alli a'malu salihan fima tarakt. O Zot, kthejem që të bëj punë të mira, që si kum ban, që i kum lan. A më shka do t'i thuhet, thi kella, innaha kalimatun huwa qailuha. Kjo është një fjalë që e thot ki. A me di Allah, se nëse e kthen këtë dunja prap ki ka me vazhdu, mos me ju bind që ati rasulit parë. E ti ta ka dhënë Allah azza wa jalla mundsinë që me njoft këtë rasul që më ju bind pastaj malet alayhi salatu wassalam. Andaj në momentin që të studion dhe mëson sirën e tij alayhi salatu wassalam, ti ke me koni njofshëm dhe ke me njoft jetën e tij kur ka qenë në paqe edhe në luftë. Kur ka qenë begati edhe në vështirësi. Kur ka qenë shtëpi po edhe në shoqëni. Kur ka qenë xhami dhe jashtë xhamis. Dhe sa më mirë njep, ke me dash më shumë. Do e mos. S'ka shans me mësu këtë jetën e këtij burrit madh. Me një jetë sinqert për Allahun azza wa jalla që me dit vetë se me dash. Dhe kur ta dush pastaj s'ke çare vetë se me ndjek dhe kemi pasu gjurmët e tij. Kjo është e dyta. Mësimi i tretë, momentin që ti mëson dhe studion sirën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kjo ka më ndikuar që më të shtu imani. Me të shtu imani, para se më të shtu imani, dashnia për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Tham, nuk ka mundësi ti me njoft vetë se kemi dash alayhi salatu wasalam, aty me dash të ki obligim. Çish është hadithi që kemi përmend? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Nuk ka mundësi asnjëri për juve me besu me besimin e plot përderisa nuk më do mua më shumë se sa prindet e vlladet edhe njerëzit përgjithësi. Andaj hadithin Buhari, Omer radhiyallahu anhu tha, ja Rasulullah, fa la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ta ti më i dashur për mua më shumë se çdo kush du, përveç vetes time, që du pak më shumë. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Tha jo Omer, la walladhi bi yadihi, nafsi bi yadihi, hatta akuna ahabba ilayka min nafsi. Jo pasha atë që ndorën e tij është shpirti jam. Nuk ke besu Allah përderisa nuk më do më shumë se vetveten. Edhe të pashtoj çka tha Omer radhiyallahu? Tha fa inni al-ana wallahi la ant fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Tha pasha Allah tash ti je më i dashur edhe se sa vetveten. Tha al-ana ja Omer. Tash Omer. E ki obligim me dash këtë pejgamber që është njeri i zellshëm i cili ka bën çmoz vetëm me mri dinit i Allahut te ti. Ka duruar përmendëm edhe ligjëratën e kaluar, që s'ka pas njeri që është maltretuar mas shumti dhe ka hjek mas shumti që marr dini i Allahut mu përcjell deri në kiamet amton. Sa pejgamberi alayhis salam, çish mos me dash këtë burr. I cili ka bën çmoz që me të nxjerrti piterit në dritë me lejen e Allahut azza wa jalla. Pi zymësisë në lumturi, s'ka shans me zotë. Allah azza wa jalla qad ja'akum rasulun min anfusikum. Ju ka ardhur juve një pejgamber, një rasul nga mesi juve. Do thonë është mesin e juve, keni njoft ata. Ti kur e njeh e di se ki nuk rrej, nuk pretendon diçka që s'është, kjo është shumë i sinqert, besnik, çashtu vetë keni njoft, min anfusikum mesin e juve. Nuk ju ka prunë pi qiellit Allah azza wa jalla ose pi dikun tjetër.
min anfusikum azizun alayhi ma anittum. E ka të vështira që e keni ju të vështirë. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Do thonë është i zellshëm pejgamberi alayhis salam, që me ardhe hajri te ju. Është hadithi që pejgamberi alayhis salam thotë, nuk ka diçka që afron te xhenetit vetëm ju kam urdhnuar. Dhe nuk ka diçka që ju ndalon nga xhenemi vetëm ju kam ndaluar. Sepse ka qenë harisun alaykum alayhi salatu wassalam. Bile kjo çështja e zellët të tij edhe kujdesit të tij që me udhëzuar me i thënë auton ka qenë deri në atë drejtë sa që është transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se një ditë për ditëve hyri pejgamberi alayhi salatu wassalam te dhoma e saj dhe tha laqad sana'tu al-yawma shay'an wa dittu anni lam af'alhu. Po thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam kam bën sot diçka që kisha pas çep mos ta kisha bën. Çka ka bën diçka keqe? Gjuna. Dëgjoni vazhdimin. Thot dakhaltu al-bayta fa akhsha an yaji'a ar-rajulu min ufuqin min al-afaq fala yastati'u an yadkhula dukhulahu fayarju wa fi nafsi minhu shay. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam kam frikë, thot kum him rena në shtëpi. Kam frikë se po vjen dikush pinçosh dunjas. Ka marrë udhtim vetëm me taku mu. Po sam shef në xhami. Knena i vën zorr me më thirr në shtëpi, me më shqetësu në shtëpi, edhe kthehet. Edhe nuk është rahat, i ka metë alo diçka pikë në zemër, thot kisha dash shket mos ta kisha bën. Po s'munët, ka marrë puna me hi, patjetër, me ka pas galet dikan që është dunjas. Që ka synuar, jo më ata të cilët ka jetuar me ta alayhi salatu wassalam. Andaj këtë njeri vëllezër kemi obligim për këtë arsye me dasht, me madhru, me nderu, me respektu, me ju bind. Edhe tha me dasht, apo. Andaj Enes ibn Malik tha se një ditë për ditë një beduin dhe i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam me të sa kur ka menduar kiameti. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Nuk i kushtoi rëndësi. Ose la. Dhe pastaj pas një kohe e thiri tha Enes sa'il, kush ai i cili vete? Tha ha ana ya Rasulullah. Çka ku jam ya Rasulullah? Pejgamberi alayhi salatu wasalam shka i tha? Tha ma adatta laha, tha çka ke bën gati për çat kiamet që vetçe. Kur ka menduar. Çka tha ki beduini? Tha ma adattu laha kathiru salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin yuhibbu Allahu wa rasul. Tha nuk kam përgatitur Rasulullah shumë ta namaz, agjerim e sadaka. Po thonë veç diçka, e du Allahun dhe Rasulin e tij alayhi salatu wasallam. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha anta ma man ahbabta. Ta ti ke me kon me atë që e do. Çka po do transmetuesi këtij hadithit e nesër radhon thot pas islamit, vallahi thot nuk i na gëzuar me një fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasallam me diçka. Se sa me këtë fjalë pejgamberit alayhi salatu wasallam, anta ma man ahbab, ti ke me kon me atë që e do. Pse se thot Enes se thot unë e du Allahun, e du Rasulullahun, e du Abu Bekrin, Omerin dhe kam qef me kon me ta. Dhe shpresoj me kon me ta. Edhe ne e dojna pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe këto burrat mira, mo lusim Allahun azza wa jalla që me kon dashuri e sinqertë vëllazër. Dashuria e sinqertë e cila domethënë dëshmohet me vepra. Se veç llav goje domethënë nuk pranohet. Çka thon jani pe pa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Thot nëse i shkon e sinqert fjala se unë e du dikan, do ta kishe ndjej, do ta kishe përcjell ata, do të kishe bind atij. Sepse nëse e kishe dash thot innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Që e do të dashën e vetë përcjell dhe ndjek. Andaj Allahu azza wa jall ata të cilët domethënë thonë që e dojnë Allahun azza wa jall i ka sprovuar me një ajet, surën Al Imran. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj pejgamber ata që e dojnë Allahun, nëse ju e doni Allahun, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ndjekni mua që t'ju doje ju Allah azza wa jall. Çka thot Ibn Abbas? Thot që këtë ajet Allah thot imtahana Allahu al-khalqa bi hadhihi al-aya. Me këtë ajet thot Allah azza wa jall i ka sprovu, i ka vënë test këtë krijesat. Nëse ti dashuria jote për Allahun azza wa jall është e sinqertë, është e vërtetë, thot fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ndjekë këtë pejgamber alayhi salatu wasallam që ta dush. Ti smunesh me ndjek nëse ti nuk e din sirrën e këtij, jetën e tij, udhëzimin e tij alayhi salatu wasallam. E katërta vëllezër, prej dobive ose prej synimeve ose prej arsyeve pse ne mësojmë jetën e këtij pejgamberit alayhi salatu wasallam, sepse nëpërmjet jetës shkrimit të tij del në shesh edhe vërtetësia e tij. Kur ti mësosh edhe lezosh vëllezër, ndëgjosh mucjizat e tij, mrekullitë e tij, domethënë dëshmitë të profecisë të tij, sunetin e tij, udhëzimin e tij. Kimë pa që ky pejgamber alayhi salatu wasallam është i drejtë dhe s'ka çfarë me kon vetë çështon.
Ama nëpërmjet sirës tij. Dëgjosh çka thot Ibn Hazmi rahimahullah taala. Tregon se sirja vetvetiu është mrekulli. Dhe thot fa inna sirata Muhammedin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan. Thot kushdo që e lexon me koncentrim dhe me vëmendje të madhe sirën e pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do e mos thot ka me besu se ai është i drejtë. Do e mos thot wa tashhadu lahu bi annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Dhe ka me dëshmu që ki me të vërtetë është Rasulullah. Pse? Thot falau lam takun lahu mu'jizatun ghayru siratihi lakafa sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe sikur se mos kish ekzistu do një mrekulli tjetër që ka pas pejgamberi alayhis salam, veç se jetën e tij do të kishte mjaftuar. Do thon veç jeta e pejgamberit alayhis salam prej lindjes deri në fund jetës vet. Deri kur ja ka dorëzuar Allahu shpirtin. Mos kish pas asnjë mrekulli tjetër, veç që kjo të kish mjaftuar besimtarit për me pas se kjo është i drejtë. Për me pas se kjo është i drejtë. Andaj ne për këtë arsye dhe mësojmë sirën e tij alayhi salatu wasallam. E pensa vëllazër se duke mësuar sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe udhëzimin e tij, e kupton se kjo sirë dhe udhëzimi dhe suneti i pejgamberit alayhi salatu wasallam është mos matse ose është peshore për veprat dhe fjalët tuaja. Ato me ditë se fjalët tuaja janë me vena, janë veprat tuaja drejta dhe të pranuara te Allahu këshire, apo i pranon suneti i pejgamberit alayhis salatu wasallam, apo a janë sipas sunetit dhe udhëzimit pejgamberit alayhis salatu wasallam. Si të jenë mirë, alhamdulillah, janë të pranuara. Si mos janë, domethënë janë të kthime, nuk i pranon Allahu azza wa jall. Tregon Sufjan ibn Uyeyne dhe thot inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar. Thot Rasulullah është mizani më i madh, peshorja më e madhe që i madh veprat tona dhe fjalët tona. Thot se fjalët i shfaqen moralit, udhëzimit, sunetit pejgamberit alayhis salatu wasallam. Fa ma wafaqaha fa huwa al-haq wa ma khalafaha fa huwa al-batil. Thot çka e pranon suneti pejgamberit alayhis salatu wasallam është hak. Thot çat fjalë që suneti pejgamberit alayhis salatu wasallam, çat vepër që suneti pejgamberit alayhis salatu wasallam, jeta e tij, udhëzimi i tij ka thonë se është ç'ish duhet, atë është hak. Nëse nuk e pranon suneti pejgamberit alayhis salatu wasallam, kjo tregon se është batil. E gjashta, sirja e pejgamberit alayhis salatu wasallam, duke mësuar sirën e pejgamberit alayhis salatu wasallam, ti të shtohet imani dhe të forcohet imani. Allah azza wa jalla thot awalam am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Thot ata nuk e njoftën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që më mohu ata. Do thonë mos që e kam mohu sikur se mos më njoft. Po ju keni njoft, çish keni pas mundësi më mësu. Me mohu. Kjo nuk kupton që s'ka mundësi të më njoft ata vetë se kemi besu. Alayhi salatu wassalam. Andaj e përmendëm ligjëratën e parë, vëllazër, se ka pas veç duke e njoft pejgamberin alayhi salatu wasalam, njerëzit kanë hi me grumbull në islam. Apo ai njeri që i ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë dele që janë kanë mes dy kodrave. Shkon te populli vet, a kanë udhëhet si popullit vet, ka thonë ja ka aslimu fa inna Muhammeden sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata la yakhsha al-faqa. Ka thonë o populli, pranoni islamin se çka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jep ka çat shumë sikur se një njeri që nuk i friksohet fukarallëkut. Andaj ka njoft dhe ka kuptuar që ky pejgamber alayhis salatu wasallam është i vërtetë dhe i shtu imani i tij dhe kanë hi njerëzit në islam. Po në momentin që ti has vështirësi në jetën tënde, sprova, të lashe, që do mos e kemi has. Përderisa i besimtar, kemi mos provu. Për me të kalu këto dhe më ngushëlluj është jeta e pejgamberit alayhis salatu wasallam dhe sira e tij. Kur ti kuptosh këto, kam të forcuar imanin dhe kemë pas me lenë Allah azza wa jall, shumë lehtë kemi të kalu këto vështirësi. Andaj ne si ummet jemi tash në vështirësi. Në sirën e pejgamberit alayhis salatu wasallam kemi pas shumë lehtë. Khabbab ibn al-Arat thot, hadithi është Bukhari, thot shakawna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhill al-Kaaba. Thot shkuam ankum te pejgamberi alayhis salatu wasallam. Përderisa ishte në hijen e Çabës. Dhe i thamë, a nuk e të lutë Allah azza wa jall me na ndihmu? A nuk i di kërkuar Allah azza wa jall zgjidhje? Çka tha pejgamberi alayhis salatu wasallam, "Qad kana min qablakum." Sa ka qenë njeriu para juve që për arsye të islamit të tij e kanë shtin në grop. Dhe pastaj me sharre kanë nda për gjys. Dhe mishin ja kanë nda pikë që thot, "Ma yasud fa ma yasudduhu dhalika dini." Thot nuk e ka pengu kjo që ki me ndal, domethënë nuk e ka braktisë ai dinin. Pastaj thot wallahi la yatimmanna hadha al-amr. Thot pejgamberi alayhis sallam kam pasha Allah kam u plotsu ç'kjo çështje. Ç'a? Islami. Kam emri kamos. Hatta yasiru ar-raqibu min Sana'a ila Hadramut. Derisa njeriu pin Sana'a deri në Hadramut ka me kalu,
nuk kam ju friksu dikuj tjetër përveç Allahut edhe ujkut për delet e tia. Walakinnakum tasta'jilun. Mi po jeni që ngutna. E tash nësi umet jena që ngutna, apo e dojna fitore mi po çdo gjatë që ndodh vëllazër, është me tedbirin e Allahut, është me lejen e Allahut. Ka dash Allah me ndodh. Çka do që nuk don Allah, nuk ka mundësi me ndodh. Çka ndodh diçka është me ursinë e Allahut. Nësi umet do të më nxjerr ursi. Andaj këto ku e gjeni këta? Walakinnakum tasta'jilun. Po jeni që ngutni. Të sira pejgamberit alayhis salam. Andaj çdo herë që e lexon atë kimë hasë nuk ka pas njeri në këtë ummet që është provu më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai ka të kalu dhe ka dal faqe bardhë, domethënë kimë dal edhe ti me lenin Allah subhanahu wa taala. E para fundit është se ti si thirrës në fenë Allahut nuk ka mundësi me thirrti që duhet dhe me dije dhe me domethënë lag papësi vetë nëpërmjet njohjes së sirrës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që tha Allah kul hadhi sabili ad'u ila Allah. Thuaj pejgamberi që kjo është rruga ime, që unë thirrin fenë Allahut azza wa jall ala basira. Me vizion, me lartëpamësi, me dije. Nuk ka mundësi ti me thirr me dije nëse ti nuk e njeh sirrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, udhëzimin e tij, sunetin e tij alayhi salatu wasallam. Andaj e shef se çdo herë që lexon dhe studion sirrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shef se ka qenë e përshtatshme për çdo njëri për shtresave. Dhe nuk ka mundësi me doni fjalë pejgamberit alayhi salatu wasallam ta gjenësh ose doni veprim të tij, edhe thuaj sikur se ta kish bërë çështon. Ose sikur se ta kish bërë çështon. Ose sikur se të kish pas dikush që shton se pejgamberi alayhis salatu wasallam ta kish më ditë ç'ish është sjell me ta. Këtë shtresa ti ke pas. Ke pas ç'ish është sjell me udhëheq, me fukara, me pasionik, me inatçor, me munafika, me jo besimtar, me kë? Mushrik. Andaj çdo kanë me të cilën ti ke mu ballafaqsuar jetën tonë, domthon e ke pas ekip në sirrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj veç studioj ata dhe kemë pa ç'ish do të mos sill. Dhe e fundit o vëllezër, edhe pse ka shumë, ju më kaq do të mjaftohemi se nëpërmjet mëstimit të sirrës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne dhe adhurojmë Allahun duke thënë salavat dhe selam në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sepse kam të dhënë mundësi me përmend më shumë. Dhe kur ta përmendit pastaj kemi thënë salavat dhe selam që shi urdhnu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dhe melaqet çojnë salavatën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah thot pastaj ya ayyuhalladhina amanu wa yusallu keni besu Allahun, dërgoni salavat dhe selam mbi ata alaihi salatu wassalam. Dhe ç'është është hadithi i Buhari's, man salla alayhi salatan wahida sallallahu alaihi ashara. Ashara. Kushdo që më dërgon salavatën mbi mua një herë, Allahu 10 herë mbi ta. Allahu 10 herë mbi ta. Dhe salavatet e Allahut mbi ne janë falja, tonë dhe mëshirë. Allahu azza wa jall na mëshiroft edhe na falt. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ringjall me këtë burr, të na takon me këtë burr në xhennetul firdausin. Dhe të na jap dashuri të sinqertë me këtë burr. Lutim Allahun azza wa jall ashtu siç ne kemi do minuta dhe sekonda për me kalu me jetën e këtij burri të madh. Allahu azza wa jall të na mëson, të na kënaqë të shohim të pim nga haudi, nga dora e tij, nga haudi i tij, dhe të na takon bashkë me këtë dhe me burrat e mëdhenj. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.